Përshëndetje të gjithëve. Sot kam përgatitur një recetë të shijshme dhe shumë verore. Janë makarona të vogla në formë elbi me perime dhe djathë kaçkavall. Është një pjatë e thjeshtë, por që do t'ju kënaq të gjithëve me shijen e saj kremoze dhe të pasur. Filloj me përgatitjen. Këtu kam vendosur të gjitha perimet, ndërsa këtu kam makarona të vogla në formën e elbit. Fillojmë të presim në fillim specat. Do përdor 3 speca të kuq dhe 3 speca jeshil. Mund t'i prisni edhe më të vogla, por mund t'i lini edhe të plota siç po i vendosun sot. Presim 3 specat jeshil. I vendosim të gjitha specat në tenxhere, duke i shtuar pak vaj ulliri dhe direkt në zjarr për t'i bërë një kaurdisje. Ndërkohë që specat kaurdisen, ne merremi me prerjen e patlıxhanëve. Kam 2 patlıxhan të plotë të mëdhenj, i pastrojmë në 3 vende nga lëkura. Dhe fillojmë t'i presim në pjesë të vogla, do t'i japim formën që u dham edhe specave. Nëse dëshironi, patlıxhanët mund t'i fusni edhe në ujë me krip për t'i hequr hidhërimin. Por mua nuk më duken të hidhur në këtë periudhë. Pastrojmë edhe patlıxhanin tjetër. Dhe ja ku i kemi gati. Specat janë zbutur. Është momenti për të shtuar patlıxhanët. I përziejmë të gjitha së bashku, që vaji të vejë edhe te patlıxhanët. Sërish do t'i vendosim kapakun. Merremi me prerjen e një domateje mesatare, është domate e pjekur. Është nga ky varieteti Rosalind që nuk të bezdis lëkura e saj. E presim domate në kubik dhe do t'a shtojmë te perimet. Ne kemi gati. Edhe perimet tashmë janë bërë gati. Shtojmë domatet. I përziejmë. Do t'i vendosim kapakun, do t'i lëm edhe 5 minuta perimet së bashku. Domatet janë shpërbër. Është momenti për të shtuar makaronat. Kam 500 gram me makarona elb, në formën e elbit. I përziej mirë me perimet. Do t'i shtojmë kripën. Diku tek një lugë çaj me krip. Pasi krip do ketë edhe djathi në fund, ndaj nuk duhet i shtoni shumë krip. Pak piper të zi. Do t'i mbuloj me ujë dhe këtu është sekreti. Nëse makaronat i doni të dalin të thata, atëherë mund t'i shtoni 800 ml ujë. Nëse i doni kremoze si do t'i nxjerr unë, i shtoni 1 litër ujë. Si duken makaronat, janë tepër kremoze. I grim në fund djathë kaçkavall ose çdo lloj djathi tjetër që shkrin. Dhe me njëherë ndryshon tekstura e këtyre makaronave. Djathi shkrin me njëherë. Ndihet ajo aroma e djathit kaçkavall. Do t'i lëm 2 minuta në zjarr. E stakojmë zjarrin. Dhe këto makarona shijojnë kështu të ngrohta, janë tepër kremoze dhe të kënaqin me shijen. Shpresoj që kjo recetë ju ketë pëlqyer, po aq sa më pëlqen dhe mua ta përgatis. Mos harroni ta ndani me të dashurit tuaj dhe të më tregoni përshtypjet tuaja në komente. Me dashuri nga kuzhina ime.